niset në të majt, gjithmonë i shpejt, kapiteni, provon të shikon zonën. Era Renga, lëviz bukur. Pritet, krosimi i fortë dhe Sariu e pa besueshme. E ka shkelur topin, nuk e ka goditur dot. Loja që vijon, Dinamo Sulmon. Afrohet zonës, krosimi rrezikshëm, Del Zadeja. Luan më qetë psikologjikisht edhe mundësia tashmë në zonë, krosimi i rrezikshëm për metën, goditja jashtë kuadratit. Edhe Ceka pa çastën parë, do duhet patjetër shikoni. Sario, kontakti, jo, thot gjyqtari, jo. Është i vendosur edhe i ka thënë jo. Meta, Bleta, është Duka ndjes, tashmë është sërish Meta. Krosimi në zonë, rrezikshëm, kjo goditje që shkon mbi tram atje. E detyron Zadejan ta dërgojë në goditje këndje para për Dinamon. Nejt Banushi, afrohet me shpejtësi Qokthi, topi është për të. Le të shikojmë Banushi, krosimi drejt e portë, pa besueshme. Por paksa na krijoi një iluzion goli kjo tentativë. Le të shikojmë lëvizjen e Qokthit. Afrohet drejt qendrës, por loja sposohet bukur në krahun e djathtë për Abdun, lojtari nga Gambia. Autori 8 golave. Krosimi drejt Qokthit, mundësia për goditur dhe shkon në rjetë. Nebi Qokthi. Me hapësirë vërtet shumë të vogël, ka stopuar dhe ka goditur duke e dërguar në rjetë, zhbllokohet sfida në minutën 50, më në fund Partizani. Recekut për mundësi e mirë për Partizanin, shikoni. Sariu Abdu, gjithmonë Abdu. Renga për Himalarin, i cili e godet më të parën, topi bllokohet dhe goditja e dytë është jashtë kuadratit, kjo tentative kapitenit Era Renga. Bali, gjithmonë Bali, ka kohë të rregullohet, të lëvizë, shikoni Duka dhe kjo goditje. E drejt për drejt në port, por qendrore për portierin Dariu Zadeja. Tashmë është Receku. Lëvizje e bukur, Bjorni Duka, afrohet zonës, se godet mjaft e bukur dhe kjo pritje. I gjati skuadrës kuqe. Një kemistri e mirë. Banushi, Sario, nuk e godet, ka 11 metrash për Partizanin. Fiton Sariu Abdu. Fituar dhe për të mbyllur këtë sfidë. Renga. Goditja e lehtë, shumë e lehtë, e pabesueshme. E qetu duke penalltimi gjatë shpresoj që mos ndikoj shumë tek skuadra kuqe. Sariu e godet në parë, vjen të dytën, gjithmonë Sariu, sërish Partizani. Abdu nuk arritur dot ta dërgojë në rjetë, bëri diçka të mundej. Qokthi drejt Nela, së shkon në rjetë, shënon Partizani, Rinaldo Nela. 2-0. Më në fund ky gol qetësie ishte shumë i nevojshëm në këto momente. Dhe Rinaldo Nela që përshëndet se Qokthin pra të krosim në detaj, por heziton ta dërgoj atje, madje dërgon tek Jata, mundësi tashmë Jata drejt në zonë. Për Rengën, goditja e parë, e dyta, heziton, bllokohet Jata. Mundësia krosimit, Qokthi zhytet jashtë kuadratit, madje ka një devijim. Edhe mbyll këtu, thot gjyqtari Spahiu me fitoren e Partizanit 2-0, një fitore e sigluar vetëm në 45 minuta dyta. 45 minuta dyta që kanë qenë gjithmonë vullnetare në këto sfidë e fundit për Partizanin.